Në Shqipëri, miliona orë pune zhvillohen çdo ditë. Por sa prej tyre janë të mbrojtura nga një kontratë rregullt? Sa i njohim të drejtat tona si punëmarrës? Dhe a është vërtet kontrata e punës një mburoj, apo thjesht një dokument që firmoset dhe harrohet? Një kontratë pune është një marrëveshje mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, ku përcaktohen detyrat, orari, paga dhe të drejtat e të dy palëve. Ligjërisht, ajo është detyruese, por në praktik, shumë punonjës në Shqipëri nuk e kanë kurrë në dorë, ose më keq, nuk e lexojnë asnjëherë. Janë elementet e detyrueshme të kontratës. Të gjitha këto janë të listuara në kodin e punës. Te kodi i punës i kemi të listuara duke filluar nga kush janë palët, nga kush është kohëzgjatja e punës, cila është pagesa që duhet marrë punojësi, cili është vendi i punës dhe më e rëndësishme është cili është përshkrimi i punës. Ky është një element që shpesh anashkalohet dhe shpesh është i paqartë, qoftë për punonjës të ri, qoftë edhe për punonjës të vjetër. Kështu që unë do kisha rekomanduar që të gjithë punonjësit të ri që fillojnë në një marrëdhënie të re pune me cilin do punëmarrës, të kenë kujdes që të sigurohen që përshkrimi i punës është pjesë e bashkangjitur dhe e pandashme e kontratës punës. Një nga elementet që sjell pakënaqësi dhe që mund sjellë edhe konflikte, për mendimin tim, është pjesa e përshkrimit të punës. Elementet e tjerë, siç thash, janë të qartë dhe jo gjithmonë sjellin problematika. Sipas statistikave të organizatave të punës, një pjesë e mirë të punësuarve në Shqipëri nuk e njeh përmbajtjen e kontratës që ka firmosur. Mungesa e edukimit ligjor dhe frika për të mos humbur vendin e punës i bën shumë punonjës të pranojnë gjithçka pa kushte. Në intervistë sipër, gjatë bisedës ose qoftë edhe në fund të intervistës, këto kandidatë, ndryshe nga ata që janë të rinj dhe janë për herë të parë në marrëdhënie pune, e kërkojnë një version qoftë edhe elektronik, të lutem mund të ma dërgosh kontratën me WhatsApp, të lutem mund të ma dërgosh kontratën me email, dhe përpara se të japin një përgjigje që a pranojnë vendin e punës, ato duan që ta lexojnë kontratën e punës. Kështu që vihet re një ndërgjegjësim tek ata që në një farë mënyrë në thojza më themi që janë djegur më përpara, ata janë ata që në intervistë e kupton menjëherë kur ata të kërkojnë një kopje të kontratës ose kërkojnë që ta lexojnë. Qoftë në momentin e intervistës, qoftë edhe kur mbasi janë larguar nga intervista dhe të kthejnë përgjigje më pas. Në shumë raste, kontratat janë të njëanshme, të hartuara për të mbrojtur më shumë interesin e punëdhënësit. Rrallë ka negociat reale, dhe shpesh, kur vjen puna tek shkëputja e marrëdhënies së punës, punëmarrësi është i pambrojtur. Normalisht të gjithë punëdhënësit kanë një kontratë tip që e përdorin për të gjithë stafin e tyre. Për fat keq kjo kontratë rrallë herë është e negociueshme, përveç disa pikave, është ajo pika që të thash edhe tek pyetja më përparshme, është pjesa e përshkrimit të punës, ndërsa pjesa standarde e kushteve të punës në përgjithësi e fillimit, e datës fillimit, e vendodhjes se ku është vendi i punës, e orarit të punës, të gjitha ato janë të paracaktuara dhe në shumicën e rasteve, 99% të rasteve, është e pamundur për punëmarrësin që të negociojë këto kushte. Ajo që mund të negociojë është vetëm pjesa e pagës dhe pjesa e përshkrimit të punës, nëse punëmarrësi potencial, kandidati, ka aplikuar për një pozicion pune dhe në momentin që ai shikon përshkrimin e punës që nuk përputhet me atë që është bërë njoftim, është bërë lajmërim, në ato momente ai mund ta ngrejë këtë si çështje ose mund ta ngrejë për diskutim, për negocim, po ta quajmë, që ky pozicion pune nuk i parashikon këto lloj detyrash që janë të bashkangjitura tek përshkrimi i punës së kontratës. Kodi i punës parashikon dëmshpërblime në rast të shkëputjes së padrejtë të kontratës, por në praktik, shumë raste nuk shkojnë kurrë në gjykat nga frika, kostot apo mungesa e besimit në sistem. Dhe për te kontratës, mbetet një pyetje dhe më e thellë. A ndihen punonjësit të vlerësuar në vendin e tyre të punës? Në shumë raste puna shihet si detyrim, jo si hapësirë zhvillimi. Feedbacku mungon, rritja profesionale është e rrallë. Motivimi bie.
iniciativa dhe koha duhet të merret si iniciativë, domethënë duhet merret nga ana e punëdhënësit. Unë do rekomandoja që këto lloj marrëdhëniesh mos të prisheshin dhe të ruheshin edhe për më tej, edhe pas ndërprerjes së kontratës. Unë do rekomandoja që të kishte vlerësime periodike. Normalisht shumë kompani e kanë procesin e vlerësimit të performancës dhe në bazë të vlerësimit të performancës bëhet edhe vlerësimi i zgjatjes ose i ndërprerjes së kontratës. Vlerësimi i parë në një kontratë, po marrim për shembull një kontratë një vjeçare, vlerësimi i parë i performancës duhet të bëhet para periudhës provës, që është 3 muaj. Rekomandimi im është që nëse një punëdhënës, qoftë me punëmarrës, qoftë me eksperiencë, qoftë pa eksperiencë, nëse nuk e merr si iniciativë punëdhënësit, ta marr si iniciativë punëmarrësi në afrim të mbylljes periudhës provës, t'i kërkojë punëdhënësit një vlerësim të performancës. Në atë mënyrë ai edhe do të kuptojë se si ka shkuar ky 3 mujor prove dhe do të jetë edhe i përgatitur për pasojat e mëtejshme. Nëse punëdhënësi ka qenë i pakënaqur, ai normalisht do fillojë të presë ndërprerjen e kontratës që në periudhë provës. Po ashtu flas edhe për kontratat që janë me afat të caktuar, e zëm kemi filluar një marrëdhënie bashkë, një vjeçare. Dhe pas kësaj marrëdhënie një vjeçare kërkohet një vlerësim për ta bërë këtë kontratë një vjeçare me afat të pacaktuar. Kjo është praktika që përdoret më shpesh në shumicën e kompanive, të paktën ato që kanë pasur edhe një marrëdhënie. Vlerësimi ndihmon të dy palët dhe ndihmon në një marrëdhënie të shëndetshme. Në momentin që ti i bën këto vlerësime të performancës së punonjësit në një mënyrë periodike, automatikisht të dy palët janë të qarta dhe ka një transparencë në vlerësim dhe mendoj që pjesën e hatërmbetjeve kjo do ta sheshojë. Një kontratë pune duhet të jetë më shumë se një copë letër. Duhet të jetë një marrëveshje që respekton punën, dinjitetin dhe përpjekjen. Por për këtë na duhet më shumë informacion, më shumë guxim për të kërkuar të drejtën dhe mbi të gjitha, një kulturë më e fortë e vlerësimit në punë. Në vitet e fundit, një valë e re vendimesh gjyqësore në Shqipëri po anon gjithnjë më shumë në favor të punëmarrësve. Gjykatat po i njohin gjithnjë më shpesh të drejtat e tyre, duke detyruar punëdhënësit të dëmshpërblejnë në rastet e pushimeve të padrejta nga puna apo shkeljet e kontratave. Ky ndryshim tregon jo vetëm forcimin e të drejtave të punonjësve, por edhe rëndësinë që po merr drejtësia në marrëdhëniet e punës. Në pjesën e legjislacionit ne kemi kohë që jemi në të njëjtat standarde me pjesën tjetër të botës. Madje ne jemi në të njëjta standarde me Europën dhe Europa dihet që ka një standard shumë të lartë krahasimisht me pjesën e Amerikës ose pjesë të tjera. Dhe legjislacioni jonë është pak a shumë copy-paste i legjislacionit italiano-francez, kështu që është shumë në mbrojtje të punëmarrësit. Po të shikojmë, po të bënim ndonjë sondazh të gjithë çështjeve gjyqësore që bëhen për ndërprerjen e padrejtë të marrëdhënieve të punës, do të shikoni domethënë që gjithmonë gjykatat janë në favor të punëmarrësve. Kjo për mendimin tim tregon një përparim, tregon domethënë që e gjithë struktura është në shërbim është një strukturë sociale në shërbim të punëmarrësit. Një nga shqetësimet më të zakonshme që ngrihet nga punonjësit në Shqipëri janë oraret e të zgjatura të punës, shpesh përtej asaj që lejon ligji. Lodhja, stresi dhe mungesa e kohës personale, po shndërrohen në një krizë të heshtur brenda shumë ambienteve të punës. Këto dalje jashtë kornizës janë në përgjithësi në lidhje me orarin, me sa kam vënë re, nga eksperjenca ime. Orari është ai për cilin njerëzit më së shpeshti grinden ose kanë përplasje. Dhe ngarkesa e punës, pse nuk mori kolegu im të njëjtën ngarkesë pune që mora unë, po dhe këto gjithmonë unë mendoj që zgjidhen në momentin që ka një komunikim të mirë, në momentin që supervizori, mbikëqyrësi, shefi i turnit, kushdo që është pjesë e strukturës së hierarkisë, arrin ta komunikojë këtë lloj marrëdhënie. Unë besoj shumë domethënë tek komunikimi dhe tek marrëdhëniet e dyanshme. Domethënë toleroj unë, do më tolerosh ti. Edhe pse kodi i punës përcakton qartë kufijtë e orarit të punës dhe kompensimin për orët jashtë orarit, zbatimi në praktik mbetet problematik. Por edhe nga ana e punëmarrësit, vërehet neglizhenca në punë.
punëmarrës të caktuar kanë ardhur nga një historik punësimi me punëdhënës, të cilët kanë qenë në strikt, të cilët nuk kanë toleruar në asnjë aspekt, dhe në momentin që kanë gjetur një terren ku ato janë dirë të mirë se ardhur, për fat keq e kanë shfrytzuar për keq këtë, nuk e kanë mirë kuptuar si ofertë, por e kanë abuzuar si ofertë. Është shumë e vërtetë, por kjo është një diçka domethënë që është një marrëdhënie që duhet rregullohet me kalimin e kohës, dhe nëse nuk funksionon, atëherë prandaj është kjo periudha provës. Në momentin që unë shikoj që punëmarrësi po abuzon me atë tolerancë, me atë mirëkuptim që i ofrojmë, atëherë automatikisht kjo marrëdhënie nuk mund të jetë më e dyanshme. Gjatë dekadave të fundit, në Shqipëri ka mbizotruar mentaliteti punojmë për të jetuar, ku puna shihet thjesht si mjet mbijetese. Por kjo qasje po ndryshon. Gjeneratat e reja kërkojnë më shumë kohë për veten, për familjen, për shëndetin mendor. Këto e kanë vënë re edhe nga shumë intervista që kanë bërë kohët e fundit. Shumica e njerëzve as që ne diskutojnë dhe marrin të mirëqenë që dita e shtunë do jetë pushim. Kjo tregon një arritje për mendimin tim, sepse njerëzit nuk duan që thjesht të punojnë dhe të bëjnë para, po duan të kenë kohë dhe të shpenzojnë ato para. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive për mendimin tim. Dhe nuk mendoj që në Shqipëri do të mbizotrojë ndonjëherë kultura e të jetuarit për të punuar. Unë mendoj që shqiptarët në përgjithësi punojnë për të jetuar, dhe duan të kenë sa më shumë kohë të lirë për familjen, duan të kenë sa më shumë kohë të lirë për të bërë një pushim, për të bërë një argëtim. Kam vënë re që kjo është gjithmonë në tendencë rritje, sidomos për moshat e reja, për ato që janë të rinj në tregun e punës, vihet e re, shumica e kërkojnë lejen në ato periudha kur është më e shfrytzueshme pjesën e verës, kërkojnë, siç thash, shtunën ditën pushim, kërkojnë festat zyrtare që të zbatohen. Punëdhënësit duhet të përgatiten për këtë trend, duhet të përgatiten që të respektojnë të gjitha ato që shkruhen në kodin e punës, edhe nëse i mbajnë punonjësit në ditët e pushimit, të përgatiten që nesër pas nesër t'i paguajnë për këtë punë në ditë pushimit. Lexo kontratën me kujdes përpara se ta firmosësh. Mos e nënshkruaj pa e lexuar të plot, edhe nëse je i emocionuar apo nxitohesh nga punëdhënësi. Kërko kohë nëse të duhet për ta shqyrtuar mirë, madje mund ta konsultosh edhe me një jurist. Verifiko përmbajtjen bazë të kontratës. Kontrata duhet detyrimisht të përmbajë palët kontraktuese, emri i punëdhënësit dhe i punëmarrësit, të dhënat personale, pozicioni i punës dhe përshkrimi i detyrave. Vendodhja e punës, kohëzgjatja e kontratës, afat gjatë, afat shkurtër, me afat prove e të tjerë, oraret e punës, orari javor, orari ditor, pushimet, pagesa dhe shpërblimet, paga bazë, bonuse, mënyra dhe afatet e pagesës, pushimet vjetore dhe ditët e lejuara të pushimit, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, duhet të jesh regjistruar në sigurime, afati i njoftimit për largimin nga puna, si nga punëmarrësi, ashtu edhe nga punëdhënësi. Kontrollo nëse përmendet periudha e provës. Zakonisht është 3 muaj, gjatë kësaj kohe kontrata mund të ndërpritet më lehtë. Sigurohu që kjo periudhë është përmendur qartë dhe se e kupton çfarë do të thotë në praktikë. Sigurohu për kontributet dhe detyrimet ligjore. Kontrollo nëse punëdhënësi do të paguajë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore sipas ligjit. Sigurohu që të regjistrohesh në Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe do të kesh një kontratë të regjistruar ligjërisht. Shmang kontratat në të zezë. Kurrë mos prano të punosh pa kontratë apo me marrëveshje gojore. Mund të humbasësh të drejtat e tua ligjore nëse ndodh ndonjë konflikt, aksident në punë apo shkarkim pa paralajmërim. Kujdes me klauzolat shtesë. Lejohet apo ndalohet puna dytësore. Ka penalitete për largim të parakohshëm, ka klauzola për konkurrencë pas përfundimit të kontratës. Mbaj një kopje të firmosur të kontratës. Kontrata duhet të firmoset nga të 2 palët dhe secila palë të mbaj një kopje. Mos u mjafto me premtime me gojë. Sa kujdesemi për të nënshkruar një kontratë punësimi? Është detyrim ligjor i mirë përcaktuar që palët duhet lidhin një kontratë pune
me shkrim ku të shprehin vullnetin e tyre për lidhjen e kësaj kontrate dhe ku të jenë të përcaktuara qartë detyrat, lloji i punës dhe të gjitha ato çka parashikon ligji në Republikën e Shqipërisë, pra kodi i punës, pra kjo kontratë duhet të jetë në përputhje me parashikimet ligjore të kodit punës. Pra problematika e parë lidhet me palët të cilat nuk nënshkruajnë një kontratë pune në formë të shkruar. Çfarë duhet të ketë parasysh një punëmarrës para se të nënshkruajë një kontratë? Duhet ta lexojë nen për nen atë kontratë dhe të shprehi mosdakordsinë e tij për pika të caktuara të kontratës, që mund të dakordsohen ndërmjet palëve. Pra, problematika kryesore lidhet me formalizimin e marrëdhënies punës me një kontratë pune dhe fakti që punëmarrësi duhet patjetër ta lexojë kontratën. Nga ana e punëdhënësit, nga eksperienca, duke qenë se kemi të bëjmë dhe me persona juridik në shumë raste që mund të jenë dhe institucione shtetërore, kanë juristët e tyre dhe personat e përgatitur zyrat juridike që i përpilojnë këto kontrata pune dhe ja u vënë në dispozicion punëmarrësve. Kur shkelet një kontratë punësimi? Në moment që punëmarrësi kërkon të zgjidhë kontratën e punës, ligji ka parashikuar mënyrat dhe procedurën që duhet ndjekur. Pra, është një procedurë mirë përcaktuar që merret me njoftimin e punëmarrësit për diskutimin lidhje me vazhdimin e marrëdhënies punës. Në këtë moment mbahet një proces verbal, më pas punëdhënësi është i detyruar që në bazë të viteve të cilat punëmarrësi ka qenë i punësuar pranë kompanisë, të bëj dhe njoftimin për ndërprerjen e marrëdhënies punës. Gjatë kohës e zaurimit të afatit të njoftimit, punëmarrësi është i detyruar të paguajë pagën, punëdhënësi është i detyruar të paguajë pagën e plot punëmarrësit dhe në përfundim të këtij afati ai mund ta ndërpresë marrëdhënien e punës. Çfarë të drejtë lind punëmarrësi dhe cilat janë afatet e një kërkese e padije pasi shkelet kontrata e punës? Atëherë, kemi rastet kur ndërprerja bëhet pa njoftim dhe pa zbatuar procedurën, punëmarrësi ka të drejtë dhe i lind të drejta që pretendimet e tij në lidhje me këtë zgjidhje të njëanshme të kontratës punës ti formalizojë me një kërkesë padijë dhe ti paraqesë në gjykatën kompetente. Si komunikon punëmarrësi me punëdhënësin për të mbledhur dokumentet e një kërkesë padije? Punëmarrësi duhet patjetër që t'i kërkojë punëdhënësit, po gjithmonë çdo veprim që ai duhet bërë, duhet ja drejtojë me kërkesë, me shkrim të dërguar në rrugë zyrtare, qoftë në protokollin e kompanisë apo institucionit, apo me post, që është një rrugë zyrtare e dërgimit të kërkesës, për të marrë informacion në lidhje me shkakun e ndërprerjes marrëdhënies punës dhe më pas, nëse nuk arrin që të marrë informacionin e dur, patjetër që duhet të kontaktojë një avokat që ka një urit e duhura në rastin konkret dhe në bazë të viteve që ai ka konsumuar pranë kësaj kompanie. Sa përllogaritet dëmi kur jemi para shkeljes së një kontrate punësimi? Mos respektimi i procedurës së zgjidhjes së kontratës punës është i barazvlefshëm me dëmshpërblimin prej 2 pagave mujore që ai do të merrte. Në rastet kur kontrata e punës ka zgjatur nga në një afat maksimal deri në 2 vite, afati i njoftimit dhe dëmshpërblimi që ai do të marrë është 1 pagë mujore, për kontratat që kanë zgjatur nga 2 deri në 5 vite, 2 paga mujore, dhe për kontratat që kanë zgjatur mbi 5 vite, atëherë janë 3 paga mujore dëmshpërblim dhe një kërkim i përgjithshëm që lidhet me dëmshpërblimin prej 12 pagave që i kërkohet punëdhënësit. Por kjo gjithmonë duhet të theksojmë që është në varësi të rrethanave të çështjes që më pas vlerësohen nga gjykata, por pretendimet ti do t'i paraqesësh në kërkesë padi. Sa janë afatet për dorëzimin në gjykatë të padisë? Duhet ngritur dhe depozituar në gjykatë 180 ditë nga momenti i ndërprerjes ose marrjes dieni për ndërprerjen e marrëdhënies punës. Duhet kemi parasysh që shpeshherë personat neglizhojnë afatet ligjore, prandaj duhet patjetër që t'i bëj thirrje që në çdo moment që do kenë problematika që lidhen me marrëdhëniet e punës, patjetër duhet marrin informacion e dur pranë zyrave të avokatisë dhe personave që kanë njohuri të posaçme në këtë fushë. Përveç kontratës mbi kushtet e punës, sa rëndësi kanë rregullat e sigurisë? Çdo punëmarrës është i detyruar, kemi dhe një ligj që normon dhe rregullon dhe detyron
punëdhënësin që t'i siguroj kushtet optimale të punës ku punëmarrësit mos t'i cënohet siguria e jetës tij dhe integriteti fizik. Kemi pas shumë raste të aksidenteve në punë, pra të cilat lidhen me kryerjen e punës gjatë orarit të punës dhe duke zbatuar urdhrat dhe detyrat që punëdhënësi jep, dhe në këto raste patjetër që duke ndjekur hapat e nevojshëm ligjor, çdo punëmarrësi që i është cënuar shëndeti në punë ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblim pranë gjykatës kompetente, por kjo gjithmonë në varësi të rasteve konkrete. Si veprohet kur një punëmarrës nuk ka nënshkruar një kontratë me punëdhënësin? Në rastet kur një person pranon me vullnet lirë që të punoj pa pasur një kontratë pune apo pa u deklaruar në organet kompetente shtetërore, duhet të them që është shumë e vështirë të provohet marrëdhënia e punës që ka ekzistuar ndërmjet palëve. Duhet kemi parasysh që çdo person që merr përsipër të kryejë një punë të caktuar, së pari duhet kjo lidhet edhe me sigurinë e tij, si juridike por dhe fizike, duhet patjetër që të kërkojë një kontratë pune apo deklarimin e tij në organet kompetente, sepse në këtë formë ligji mund të mbrojë dhe ai person mund të marrë benefitet që ligji i garanton. Ku t'i drejtohemi kur na detyrojnë të punojmë në të zezë? Nëse personi në fjalë punon pa u deklaruar si punonjës, mund të drejtohet inspektoriatit shtetëror të punës me një kërkesë ose ankesë që të detyrojë më pas ky inspektoriat punëdhënësin që ta formalizojë marrëdhënien e punës, por gjithmonë dua ta theksoj që personat absolutisht nuk duhet marrin përsipër me vullnet lirë që të kryen një punë pa u deklaruar në organet kompetente dhe pa pasur një kontratë pune. Për çfarë duhet kemi kujdes që në gjykatë të mos jemi palhumbëse? Neglizhenca që tregojnë punëmarrësit për këtë pjesë është shumë e rëndësishme në rast se ne do të gjendemi në një proces gjyqësor, pasi gjykata në shumë raste mund të ngrejë pyetjen apo aludimet që ju këto mund të jenë dhe pretendimet e palës tjetër, që është punëdhënësi, që ju keni braktisur vendin e punës dhe në raste të tilla, pas ezaurimit të një procedure të përcaktuar nga kodi i punës, pra të njoftimeve të punëmarrësit për të paraqitur në punë, ai nuk mund të përfitojë më dëmshpërblim, pra lë një shtek të hapur për të mos përfituar dëmshpërblim për këtë ndërprerje të marrëdhënies punës. Para se t'i drejtohemi gjykatës, çfarë masash duhet të marrë inspektoriati i punës? Inspektoriati i punës në ligjin që rregullon veprimtarinë e tij, po dhe në kodin e punës ka dhe merr masa ndaj punëdhënësve që nuk zbatojnë kriteret e përcaktuar në kodin e punës. Pra ai ka një rol aktiv, pra inspektoriati i punës gjatë gjithë kohës duhet të jetë duke kryer dhe ushtruar kontrolle përkatëse në për shumë subjekte ku ka sinjalizime që ka parregullsi për sa i përket marrëdhënieve të punës të krijuara ndërmjet palëve. Në cilat raste lindte drejta e rikthimit në punë, kur kontrata është zgjidhur në mënyrë të njëanshme? Flasim vetëm për personat që kanë statusin e nënpunësit civil. Këta janë personat që mbajnë detyra të larta në administratën shtetërore, këtyre në bazë të ligjit përkatës i jepet dhe drejta për të rikthyer në vendin e punës. Përsa i përket personave të tjerë që nuk e kanë këtë status, nuk mund të rikthehen në vendet e punës, por vetëm mund të përfitojnë dëmshpërblimet sipas rastit. Sa duhet ta njohim kodin e punës dhe pse na shërben kjo? Ftoj punëmarrësit që të informojnë lidhje me parashikimet ligjore të kodit punës dhe ligjit për sigurinë dhe shëndetin në punë. Pse e them këtë? Sepse çdo kontratë e lidhur ndërmjet palëve nuk mund të tejkalojë parashikimet ligjore të kodit punës. Pra, nëse kodi i punës përcakton oraret e punës, ditët e punës dhe detyrimet e ndërsjellta ndërmjet palëve, palët nuk mund të dalin tej këtyre parashikimeve ligjore. Sa duhet ta njohim përshkrimin e punës dhe pse mund të kemi penalizime nëse nuk i kushtojmë vëmendje? Rëndom ndodh që një punëmarrësi i jepen urdhra verbal për të kryer punë që ai nuk i ka në përshkrimin e punës të kontratës dhe nuk i ka si detyra të përditshme. Urdhrat do zbatohen në rast se ato lidhen vetëm me objektin e veprimtarisë që ky person kryen brenda shoqërisë apo institucionit.
unë i bëj thirrje të gjithëve që në rast të marrjes së urdhrave që bien ndesh me ligjin, absolutisht duhet i kundërshtojnë, duhet i mos zbatojnë dhe t'i reklamojnë ato brenda institucioneve apo shoqërive duke bërë shkresa përkatëse tepërore të përkatës. Kjo ndodh edhe për t'i mbrojtur ata në një moment të dytë në rast se ndodh diçka në kompani apo në institucion, këta persona në mënyrë që të mbrojnë veten e tyre përballë përgjegjësive civile apo penale që mund t'i kërkohen në një moment të dytë nga ana e punëdhënësit. Në rast se ndryshojnë kushtet e punës, a duhet të kërkojmë edhe ndryshim të kontratës? Nëse kushtet e reja të punës prekin në thelb marrëdhënien e punës, atëherë do të kemi të bëjmë me një marrëdhënie të re pune, pra nuk kemi në vazhdim të marrëdhënies parë. Po gjithmonë këto do negociohen ndërmjet palëve dhe kryesisht punëmarrësi duhet ta di që në rast se atij i ndrohet vendi i punës ose ulja në detyrë ose i ngarkohen detyrat e reja, duhet kuptoj që kjo është një marrëdhënie e re pune, pra nuk ka të bëjë me punën e mëparshme dhe absolutisht duhet kërkoj hartimin e një kontrate të re pune ku të janë përcaktuara mirë detyrat dhe funksioni i tij i ri. Në rast se ato lidhen, ndryshimet lidhen po me të njëjtën detyrë që ai ka ushtruar, por janë ndryshime që janë brenda kuadrit të asaj pune, atëherë me dakordsi palët nënshkruhen një marrëveshje për ndryshimin e disa kushteve të kontratës ekzistuese. Çfarë detyrimesh ka një punëdhënës në rastet kur konstaton mosbatim të kontratës nga ana e punëmarrësit? Punëdhënësi është i detyruar në rast të mosbatimit të kontratës nga ana e punëmarrësit ta njoftoj atë me shkrim gjithmonë në lidhje me problematikat që hasen gjatë punës ose problematikat që ka shkaktuar punëmarrësi. Atëherë ai bën njoftim me shkrim dhe mund të marrë dhe masa disiplinore ndaj këtij punonjësi në rast të mos reflektimit nga ana e punonjësit, pra nëse shkeljet se ndahen shkeljet edhe nga shkalla e rëndesës, pra nëse janë të rënda ti mund të ndërpresë marrëdhënien e punës të menjëhershme dhe këto janë të përcaktuar në kodin e punës. Por në rast se punonjësi bën disa shkelje që bien ndesh me kodin e punës dhe me kontratën e punës, atëherë punëdhënësi është i detyruar të zbatojë procedurën duke e njoftuar për takim, brenda 72 orësh duhet bëj takimin, duhet t'i njoftoj problematikat dhe në këtë rast palët mbajnë proces verbal dhe duke u mbështetur te vitet e punës që punëmarrësi ka pranë institucionit apo kompanisë, duhet i bëjë njoftimin përkatës për ndërprerjen e marrëdhënies punës duke i paguar edhe pagat sipas afatit njoftimit. Kur mund të mbarojë një kontratë pune? Mendoj që punëdhënësi nuk ka më asnjë detyrim sepse duhet kuptojmë që një marrëdhënie pune që lidhet nuk është e thënë të zgjasë përjetësisht për shumë arsye nga të dyja palët. Por ligji për të mbrojtur palët në këtë situatë ka parashikimet e veta për sa i përket mënyrës, procedurës dhe afateve të njoftimit për zgjidhjen e marrëdhënies punës. Çfarë apeli drejton një punëmarrësi kur shkon në një intervistë pune? Kryesorja është formalizimi i marrëdhënies punës me një kontratë të shkruar dhe të mirë lexuar nga palët. Pra nuk duhet ndihen nën presionin e punëdhënësit për të nënshkruar sa më shpejt, të marrin kohën e tyre, të marrin një kopje të kontratës, ta konsultojnë me jurist apo avokat apo persona të tjerë që kanë njohuri në fushën juridike dhe më pas të ndihen të sigurt në nënshkrimin e saj, duke parë gjithashtu vendin e punës, detyrat që ata kanë dhe çdo gjë që lidhet me marrëdhënien e përditshme të punës. Në një ditë të zakonshme pune, gjithçka mund të ndryshojë për një punëmarrës. Statistikat e vitit 2024 për aksidentet në vendin e punës flasin qartë. 233 aksidente të regjistruara, nga të cilat 82.9% janë klasifikuar si aksidente pune. Shifra që mbërtin me vete histori reale, dhimbje, përgjegjësi dhe shumë pikpyetje. Nga 195 punëmarrës të aksidentuar, 33 humbën jetën. Dhe në 3 raste, aksidentet ndodhen në rrugë gjatë detyrës. Në këtë realitet, çdo statistik është një jetë e trontitur, një familje që përballet me pasojat. Sektori ndërtimit dhe ai minerar mbeten më të ekspozuarit. Ndërtimi mban 24% të aksidenteve të regjistruara, ndërsa minierat 15.2%. Por kur vjen puna te aksidentet me pasojë fatale, minierat
zën 18.7%, një alarm që kërkon veprim të menjëhershëm. Raportimi i aksidenteve nga punëdhënësit ka arritur në 90%, një rritje prej 2.4% nga viti i kaluar. Edhe punëmarrësit dhe familjarët e tyre po bëhen më aktiv, një sinjal se vetdia po rritet. Por edhe që sistemi ka ende boshllëqe për të mbushur. Në një kohë kur teknologjitë digjitale po transformojnë vendin e punës, siguria nuk duhet të mbetet pas, sepse pas çdo numri që lexojmë, fshihet një njeri dhe në punë, jeta nuk mund të jetë një statistikë. Përshëndetje, doja t'ju pyesja, nëse kam 2 vite sigurime brenda 2 viteve të fundit, pra 2023-2024 dhe 2024-2025, a përfitoj dot lejen e lindjes, nëse kontrata e punës përfundon 3 muaj para lindjes dhe mbetem pa sigurime pra pa punë, a duhet patjetër të paguaj sigurime vullnetare deri në momentin e lindjes? Ligji numër 7703, datë 11/5/1993, për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, i përditësuar, përcakton se e ardhura për barrlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi. Në lidhje me rastin tuaj, mendojmë se për sa kohë plotësoni kushtin e parashikuar më sipër, pra keni të paktën 12 muaj sigurim, me ose pa ndërprerje pune, e përfitoni lejen e lindjes. Kam vënë re se në vendin tim të punës trajtohem ndryshe, në mënyrë të pafavorshme krahasuar me kolegët e mi, për shkak të gjinisë time. Më është refuzuar mundësia për ngritjen e detyrë dhe ka marrë kritika të padrejta, ndërkohë që kolegët e tjerë me të njëjtin nivel kualifikimi trajtohen ndryshe. A konsiderohet ky diskriminim dhe çfarë hapash mund të ndjek për të adresuar këtë situatë? Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi parashikon se çdo person ose grup personash të cilët mendojnë se janë diskriminuar për ndonjë nga shkaqet e përcaktuara në nenin 1 të këtij ligji, mund t'i drejtohen në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri: a. Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi; b. Gjykatës me anë të një kërkesë padije. Paraqitja e një padije në gjykatë për një sjellje diskriminuese të pretenduar mund të bëhet jo më vonë se 5 vjet nga data e ndodhjes së saj dhe jo më vonë se 3 vjet nga dita kur jeni vënë në dieni të saj. Nëse mendoni se trajtimi i pabarabartë vjen për shkak të gjinisë, mund të konsideroni ndjekjen e një prej rrugëve të sipërpërmendura. Mund të më sqaroni sa është numri maksimal i orëve shtesë në muaj, në varësi të ditëve të punës, pasi ka muaj me 22 apo me 23 ditë pune, a përfshihen në këtë llogaritje edhe orët e punës gjatë festave zyrtare? Orët e punës të së shtunave na paguhen si orë shtesë, a është kjo normale? Neni 90 i kodit të punës parashikon se numri maksimal i orëve shtesë përcaktohet në kontratën kolektive ose individuale të punës. Punëdhënësi mund të kërkojë kryerjen e orëve shtesë, por jo më shumë se 200 orë në vit. Për orët shtesë që nuk kompensohen me pushim, punëdhënësi duhet të paguajë pagën normale plus një shtesë jo më pak se 25% të saj, përveç rasteve kur kontrata kolektive parashikon ndryshe. Orët shtesë të kryera gjatë pushimeve javore apo në ditë festash zyrtare kompensohen me pushim ose me një pagesë të paktën 50% më të lartë se paga normale ose orët e zakonshme të punës sipas përcaktimeve në kontratë. Përshëndetje, punoj në një ndërmarrje private, kam 28 vite punë aty. A përfitoj ndonjë shtesë për vjetërsinë e punës dhe nëse po, sa është ajo? Aktualisht marr 42.000 lekë pagë. Shtesa për vjetërsinë e punës sipas vendimit të Këshillit të Ministrave numër 325, datë 31/5/2023, vlen vetëm për në punësit civil edhe ata të institucioneve shtetërore. Në rastin tuaj që punoni në një ndërmarrje private, kjo VKM nuk aplikohet. Megjithatë, vjetërsia në punë është një nga kriteret objektive të përcaktuara në kodin e punës që ndikon në nivelin e pagës. Ju mund të diskutoni me punëdhënësin për të përfituar një rritje page bazuar në eksperiencën tuaj shumëvjeçare.